E frikshme ajo që ndodhi në ajër, qahet xhami në gabinë, avioni i linjës Tirana-Oslo ulje emergjente në Kroaci. Në 20 maj, një incident i rrezikshëm ndodhi në kompaninë ajrore, ku fluturimi DY-1935 nga Tirana drejt Oslos u drejtua të bënte një ulje emergjente në raportin e Splitit në Kroaci për shkak të një çarje në dritaren e kabinës së pilotit dhe një rënje të papritur të presionit të ajrit në kabinë. Një dëgjues në frekuencë raportoi DY-1935 po devion në Split për shkak të dritares së çarë dhe humbjes së presionit. Në aeroportin e Splitit, situata ka lënë gjendje alarmi ku të gjitha shërbimet e urgjencës, zjarfikset, ambulancat, infermierët dhe forcat e policisë u vendosën në gatishmëri të plotë. Për fat të mirë, pilotët arritën ta ulin avionin në mënyrë të sigurt dhe nuk pati asnjë të lënduar në bord. Nga burime të pakonfirmuara mësohet se ky ishte incidenti i dytë brenda të njëjtës ditë për të njëjtin avion. Më herët, gjatë mëngjesit, avioni që operonte fluturimin DY-1934 Oslo-Tiranë ishte detyruar të devionte në Berlin për arsye që nuk janë sqaruar zyrtarisht. Autoritetet kanë nisur hetimin për të kuptuar arsye teknike dhe për të shqyrtuar procedurat e ndjekura gjatë këtij incidenti të dyfisht që ka ndodhur brenda disa orësh.